unë rastisa në një udhtim goxha të gjatë në jug, edhe në zonën e lumit Vlorës, po edhe deri në fund të Bregdetit, po punoj për një ulumtim me ca kolegë spanjoll dhe praktikisht teza jonë ishte kush është pronari i Bregdetit shqiptar. Dhe të dhëna do dalin shumë shpejt dhe ajo që kemi zbuluar ne është që ne nuk jemi më është shumë e dukshme, pra nuk ka nevojë ta themi ne, po rëndësi ka që ca gjëra dhe ti analizojmë dhe ti shtrojmë nga ana gazetareske dhe tregojmë se si kanë ardhur këtu dhe cila është shkalla e tyre, po shumë shpejt do publikohet shkrimi, edhe një dokumentar i shkurtër që po punojmë që tregon që Bregdeti jonë është zaptuar nga dhjetra, qindra projekte, vilash, kullash, rezortesh, natyra po shkertohet, do thoja unë. A kemi mundësi për ta kapur trenin që ta ndalim? Nuk e Apo di, kjo do vullnet politik. Kjo është çështje vullneti politik. Vullneti politik ka promovuar, ka lehtësuar eksaktësisht kundërtën. Madje kemi një qeveri që mburret me këtë. Në parathënien e kryeministrit tek libri famkeq Albanian Files, thuhet që Shqipëria është një vend i lirë nga joja, edhe nga parehatia që krijon mbi rregullimi, dhe është një parajs për arkitektët, se fantazitë e tyre mund t'i bëjnë realitet, mjafton që të gjejnë rrugën e komunikimit me kryeministrin. Është shumë e qartë që të gjitha historitë aty, libri është i përbërë nga 60 kapituj, secila nga studiot e ka shkruar vetë kapitullin e vet. Sa të sinqert dhe naiv dhe si fëmijë me një sinqeritet prej fëmijë. Si familje e lumtur, unë kështu i kam quajtur. Po, ju kishit përdorur familje e lumtur, po kishin rrëfyer aq hapur dhe si u njohon, dhe çfarë than, dhe batutat. Nuk ka asgjë të palishme që një arkitekt dhe një kryeministër të jenë miq. Për sa kohë kjo gjë nuk implikon atë që është avantazhi mbi paratë publike, pastrimi parave që vinë nga burimet dyshimta, pra kemi 3 dosje të Spakut së fundmi që tregojnë lidhjen midis trafikut drogës edhe kokainës edhe ndërtimit. Tek artikulli që kemi publikuar në Citizens për Albanian Files, është një cop tok aty te Garda, që duket si territor i vogël, po ajo unë zgjodha atë trekëndësh, sepse ajo është praktikisht një nga simbolet më të mira të mënyrës se si shteti, krimi, investitori, agjencitë shtetërore bashkëpunojnë. Ajo tokë aty nga Velia në 2018-ën vajti ta çlironte dhe premtoi që do ja kthente qytetarëve dhe do ta bënte park. Korporata e investimeve shqiptare ka shit çdo gjë publike në atë tokë, ka bërë pazar për atë bibliotekën e re kombëtare me një ndërtues që tek dosjet e Spakut tani ka dyshime shumë të forta që parati ka gjeneruar nga trafiku i kokainës, parcelat vogla toke publike janë dhënë investitorëve privat, studiot patjetër janë ato që janë pjesë e kapitujve të librit Bukë e zemër, parku i liçenit po zvoglohet, kullat po ngrihen, parat nuk ka rëndësi nga vinë, mjafton që të jenë aty dhe të gatshme dhe të shkojë lart. Vizioni i kryearkitektit.